Si ju duka Nada? Ju pëlqeu se po shifja tani gjatë publicitetit që po ndodh? Asgjë s'po ndodh. Ju pëlqeu Nada? Do gjej një që ta njof. Do gjej një që ta njof. Me se kuptova, Dioni që ka me nerva tani. Se kuptova shumë mirë. Ose se nuk kam dhënë shumë pjesë gjatë javës që ka bërë, ose diçka ka ndodhur me stafin, me produksionin. Sepse ai do të printe shtëpinë dhe po e mbante Ola. Çfarë po ndodh? Fituesi Big Brother 1-shit shkon tek ferma Treshi. Pse ka burra për gjithë? Nuk ka burra për gjithë. Mos e këtë zgjedhësh ti. Ja këtë që kam krah. Atë që ke në krah. Më pëlqen ferma, po më duket pak boring, bre, nuk e di. Do t'ja shkërdhej motrat në pidh. Mos dal më shtukri për shtëpi tash. Sy shiva rop. Do t'ja shkërdhej motrat në pidh. Mos dal më shtukri për shtëpi tash. Sy shiva rop. Ju pëlqeu tani Lir Shaqiri si fermer? Se na ka marrë Ria. Bre, nuk e di, unë kam patur my love-hate relation me Ilirin, që në 2016, që kështu... Dykin e hapur kë, doni të shpëtoni. Faleminderit Armina, Ermal dhe Angel dhe gjithë publikut në studio, shiheni të hënën në Fermavik, natë mirë gjithë. Ladies and gentlemen, the evolution of driving. Ju pëlqeu? Okej, deri një farë pike, pastaj humban çik, sikur më lodhi. Sikur ka drejtë dhe Adioni që merren vetëm me disa personazhe, të tjerë sikur ja harrojnë. Por anyway, kjo është opinioni jon. Ne do shihemi nesër se nesër ka ferm, ka Big Brother VIP, del Selin finalistja e parë. Dhe do ta komentojmë këtu së bashku. Natën e mirë fermer, shihemi nesër yje. Natën e mirë për son dhe gjumë të ëmbël. Natën e mirë për son dhe gjumë të ëmbël. Natën e mirë për son dhe gjumë të ëmbël. Natën e mirë për son dhe gjumë të ëmbël.